Krejt qa kam bet tash veç kujtime, gjënat menoj e s'mujt të ndaj për e jetës time, s'mujt am i ti majt, ato premtime, po ti mu falma që s'ja fali vetes time. Ky refren nga Gjesti nuk është vetëm një tekst kënge, por është një rrëfim i zhveshur, një plag që flet. Memorias nuk erdhi si një rikthim i zakonshëm i Gjestit në skenë pas muajsh mungesë dhe të një tragjedie që preku të gjithë ata që e duan ende Gjestin, por erdhi si një shpërthim emocionesh të papërpunuara, i sinqert dhe me dhimbjen që e mban në shpirt. Gjesti u kthye jo për të dëshmuar forcë, por për të pranuar thyrjen, plagën e tij edhe atë dritën që po e sjell sërish në sytë e publikut. Rikthimi i tij nuk është vetëm emocional, por edhe i fuqishëm dhe i suksesshëm. Vetëm disa orë nga publikimi i materialit dhe videos në YouTube, Memorias ka pushtuar listat e YouTube-it, duke u renditur në krye të trendeve globale, dhe kjo është e vërtet, dhe duke shënuar një sukses global të Gjestit. Videoklipi arriti mbi 1 milion shikime brenda 15 orëve dhe është renditur në vendin e parë në YouTube në vende si Shqipëria, Austria, Zvicra, Gjermania dhe Maqedonia e Veriut, ndërsa është në top 5 në shtete si Franca, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Nga ana tjetër, kënga ka deportuar dhe në top 10 të këngëve në listat e tjera europiane dhe në Amerikë. Kulmi i këtij rrugtimi disa orësh është renditja në vendin e 10 si radhë herë të një artisti shqiptar në Music Videos Trending Worldwide, një arritje e rrallë për një artist shqiptar dhe një dëshmi e qartë se kur dhimbja thuhet me të vërtetë, ajo bëhet universale. Kënga Memorias nuk është vetëm një hit, është një kujtim, është një plag dhe është një falje, një sukses që tregon dhe një herë tjetër që Gjesti ka vajtur tek çdo njeri, ka vajtur tek masa e madhe, ja ka marrë zemrat të gjithë atyre që e mbështeten dhe vazhdojnë ta mbështesin, e duan për atë njeriu e thjesht që është, për ato ngjyra që i ka shpalosur dhe në të dyja Big Brothera, për atë njeriu që ndeti shumë në heshtje gjatë sezonit veror, edhe kur mori goditje, ja penguan këngët, ja penguan karrierën që tu zhvillonte, ja penguan sukseset, ja penguan koncertet, por kur nuk u viktimizua, kur nuk vajtoi dhe kur nuk kërkoi mëshirë. E tani më me këtë rikthim, në atë që unë shikoj, është sërish ai Gjesti, edhe pse me një plag, edhe pse pak hi dhe pak zi në atë që ai ka transmetuar tek publiku, por është një dhimbje dhe është një emocion real, siç ai e ka përshkruar në atë përshkrimin që i ka bërë dhe publikimi të këngës, ku deri më tani ka marrë sukses të jashtëzakonshëm në kanalin e tij në Instagram, ka vajtur mbi 5 milion shikime, në TikTok po ashtu ka marrë miliona shikime. Kudo po dëgohet ky dedikim shpirti nga ana e Gjestit për vllajën e ndjer që humbi jetën tragjikisht dhe në mënyrë shumë të dhimbshme në një aksident muaj më parë. Sigurisht që rikthimi i Gjestit do të përmbushë të gjithë ata që e kanë mbështetur dhe do të jetë një rikthim në vendin ku e meriton, në vendin që luftoi në 2 Big Brother për të arritur që të shkosh tek çdo njeri, nuk e ka forcën në çdo personazh dhe Gjesti tregoi për disa të herë që me heshtje, pa plan, edhe me sinqeritetin dhe me emocionin e tij real, ka shkuar në zemrat e gjithë secilit që e dëgjon, e mbështet, e suporton dhe ndjen dhimbjen e tij, sikur t'i ketë ndodhur gjithë secilit nga ne. Prandaj Gjesti pëlqehet, prandaj kënga është përndar kaq shumë masivisht, prandaj ka këtë sukses global që një artist nga trojë shqiptare nuk e ka arritur, dhe kjo është një gjë fenomenale, një ndimes edhe një shtys edhe një lloj përqafimi global që Gjesti ka marrë nga të gjitha anët, nga të gjitha shtetet e Europës dhe nga të gjitha shtetet kudo që po dëgjohet, po mbështetet dhe po suportohet ky dedikim i dal nga shpirti nga ai.